Sa po mbaruam testin me zgjedhje, ishte testi i fundit. Besoj ndjehemi të gjitha shumë të lehtësuara që tani mbyllëm. Unë kisha fizikën. Ishte një test relativisht i thjesht, kishte ca vështirësitë e veta, po normalisht çdo test tjetër për dalluar 10 nga 9. Administratorët u treguan shumë serioz, kështu që çdo gjë na shkoi në rregull. Ky ishte testi i fundit i maturës shtetërore, më në fund i mbaruam. Testi ishte normal, kishte normalisht vështirësitë e veta, por që me qetësi u arrit gjithçka. Ky test me zgjedhje ishte përmbajtur më shumë modeleve që kishim punuar dhe ishte një vështirësie jo aq e lartë sa më përpara. Administrimi ishte goxha i rregullt dhe testi bëhej lehtësisht brenda orarit. Nuk ishte paqartësira, ishte i strukturuar shumë mirë. Personalisht më duk thjesht pak voluminoz, por ishte çdo gjë që mund të bëhej. Kishim shumë emocione të gjithë, pavarësisht se ishte edhe test fizike, ishte edhe testi i fundit, por kur hyra në provim e pash fletën që ishte çdo gjë në rregull, ishin ushtrimet që ne i kishim mësuar, por gjithsesi jam shumë e lumtur që mbaruam dhe dolëm me sukses.